gjaty në muhabeteve kemi përmend disa emra shumë të rëndësishëm dhe kemi diskutu për ta në pika shumë të rrosha. Për shkak se, si që kemi potencu disa herë që këto diskutime, këto muhabete janë shënjestër edhe janë metodë për me zgju të brendshme në njerëzve, shkëndia që njerëzit me indjek këtu shkëndia edhe me kërku me hulumtu për këta emra të mëdhaj. Këta emra të mëdhaj, përveç titujve të ndryshëm që i një bota, dietare, shkencëtare, gjithçka që i thot, për neve titulli më i lartë është evlia. Tash kishte qenë më mirë sot me u zgjeru në këtë temën e evliave, se çka janë evliat, çka përfaqësojnë edhe a ka sot evlia, a mundet njeriu me u bë sot evlia, e diskutime të ndryshme. Tash për shembull, mas pari çdo herë i referohemi fjalës Zotit, Kuranit. Kurani i ka përmend 3 llojet evliave. Evlia është shumësi i fjalës veli, emrit veli. I afër, do të thonë, është emër edhe i Allahut, El-Wali. Përdoret valiju si guvernatori, kryetari e tjerë. Po në kontekstin e Kuranit është diçka tjetër. Evliat njën si të dashurit e Allahut. Cilët janë 3 llojet e evliave që i ka përmend Kurani. Lloji i parë është Euliaullah, i dyti është Euliau shejtan, edhe i treti Euliau tagut. Do të me bë këtë ndasi patjetër. Euliaullah, kur i përmend Allahu, thot, janë të dashurit e Allahut që nuk kanë frikë dhe nuk kanë pikëllim, janë ata që e kanë bajt beslidhjen me Zotin dhe kanë qëndruar në atë beslidhje, të përgëzuar në këtë botë dhe në botën tjetër, nuk ka diskutim fjalën e Zotit, kjo fitoria më e madhe. Sa i përket Euliau shejtan, me një ajet në Kur'an thot, Allahu waliyu ledhina amanu, Allahu është mbrojtësi i atyre që i kanë besu, i kanë nxjerrë ata prej errësirës në dritë, po ka prej atyre që kanë marrë për mik për evlia, kanë marrë shejtane. E kanë marrë për evlia shejtanit. Tash pak kontekst, qysh ka mundësi njeriu me marrë për evlia shejtanin? Mju mbështet shejtanit edhe informacionet që i sjell shejtani me i marrë si Zot. Këtu hyn mas nena inteligjenca artificiale, se qysh njeriu krijon lidhje të brendshme me shejtanin, ose gjithmonë për histori ka ekzistu komunikimi me xhinët. Me të padukshme, komunikimi, merr informacion nga bota e padukshme, nga energjitë e këqija, njeriu i mbështetet shejtanit edhe shejtani zakonisht Zoti e paraqet si diçka që i zbukuron punët e liga. Edhe sa më shumë që futet njeriu në punët e liga, do të thonë aq më shumë e ka marrë për mbrojtës, e ka marrë shejtanin. Edhe Euliau tagut, jo njerëzit që vrapojnë pas pushtetarëve. Çfarë do të qofshin ato pushtetarë? Qofshin edhe halife musliman. Qofshin edhe halife musliman. Të pa drejt. Nëse, po edhe i drejt nëse është, nëse adhuron pozicionin e tij, po jo mesazhin që do të më jap një halife, njeriu bëhet adhuruesi i tina. Për shembull, në Kur'an Zoti tagut e ka quajtur faraonin. Hazreti Musa si thot, shko foli te faraoni, innehu taga. Ai është tagut. Është tagut, do me thonë tagut i bie diçka që e ka tepru aq fort sa që ka arrit vetes me i thonë ligjvënës ose Zot. Ka vënë ligjet veta, jo ligjet Zot. Ka vënë ligjet veta, jo ligje që inspirohen në Zotin, po ligje që pretendon se ai është prodhuesi i atyne ligjeve. A kemi sot taguta, shumica e pushtetarëve janë taguta, edhe shumica e pushtetarëve musliman. Edhe musliman, dhe fatkeqësia është te njerëzit që vrapojnë mas tyne. Për shembull kemi një grup të selefive që njihen si pasues të Rabi el-Medkhali, ata janë që e mbojnë më smirt, janë mbojnë zhogun pushtetit, e din këtë punë më smirt. E din më smirt i këtë punë, edhe pjesë të fesë e kanë arsyetimin e veprimeve të mbretërve arab. Ky është grupi i tretë, pra,
që i ka marrë për evlia, i ka marrë tagutin, do më thonë pushtetarët. Ne fokusin e kemi të evliat e Allah, të evliat e Allahut. Të dashurit e Zotit. Të dashurit e Allahut, po. Çka janë të dashurit e Allahut? Pra, Kurani thotë janë ata që nuk kanë frikë dhe nuk kanë pikëllim. Janë të liruar nga frika, do me thonë nuk përjetojnë, ja ka hek Zoti frikën, nuk përjetojnë do me thonë frika të kësaj bote. As të ahiretit. As të ahiretit, për në kuptimin e frikave që një njeri zakon shumë mundet me i pas, frika për të ardhmen, ekonomi. Frika për të ardhmen, çka do të ndodhë të ardhmen me mu, çka do të bëhet me mu, një evlia nuk shqetësohet me këto preokupime për të ardhmen, është i sigurt në garancionet që Zoti ja ka dhënë, edhe mërzia që është ankthi, depresioni e tjerë, një evlia është i liruar prej ankthit edhe prej depresionit. Do me thonë, psikologjikisht, evlia është njeriu që nuk përjeton frikë, brengosje për të ardhmen dhe nuk shqetësohet për të kaluarën. Njeri i lumtur. Është njeri i lumtur. Do me thonë, zemra e tij është plotësisht në harmoni me përcaktimet e Zotit dhe me prezencën e Zotit vazhdimisht ai jeton. Si me njoftë evliat? Për me njoftë evliat, fillimisht do të me ditë çka janë, na po e shpjegojmë çka janë evliat. Duhet me qenë kërkuesi tyne fillimisht. Do të me qenë kërkuesi tyne, edhe me kuptu që standardi i një evlias nuk matet me standardin personal. Qysh është? Qysh, nuk guxojnë ana të qase me një dashurit Zotit me peshorën personale. Po. Nuk mund ta shohim na sa jemi vetë. Për shkak se nëse i qasemi kështu, kemi me zhvlerësu edhe evlia. Edhe kjo është arsyeja pse për shembull sot nuk flitet shumë për evliat. Se njerëzit kanë ndesh me zhvlerësu, ose pjesa tjetër që e ka hiperbolizu, e ka kalun besyt një evlia. Tash kemi dy kategori. E kanë keq përdor. Kategoria e parë që na sumbomi evlia dhe në rregull është, dhe mos i përmendëm. Edhe kategoria e dytë që i ka hynizu. Në kuptimin i ka bë zota modern. U kupton, zota modern ose zota klasik, çu çdo që i themi, tu mbështet në njeriun pa e po ndikimin e Zotit. Pa e po ndikimin e Zotit. Evlion të pavarur prej Zotit. Nuk e shef Zotin mas atij. Nuk e shef Zotin mas atij, kjo është gabimi më i madh që mundemi me bë. Për shembull, na po përmendim Sejd Ahmed Rifain, Abdul Qadir Xhelanin, Ahmed El Bedawin, do të thonë Saduddin El Gjibawin, Mevlana Xhelaluddin El Rumin, gjithë këta janë evliat Zotit që historia i dëshmon edhe emri i tyne vazhdon me jetu aktiv si evlia. Komplet thirrja e tyne është ejanit e Zotit, kthehuni te Zoti. Thirrje për te Zoti. Nuk është thirrje për te personi. Nuk thotë ja te on. Nuk është ja te on, domethënë. Çtu do të me pas kujdes gjithë ata që dojnë me njoft dashurit e Zotit. A ka sot evlia? Pa diskutim që nuk me të bota pa evlia, është një hadith i pejgamberit a.s. Thot që Allah thot nuk e le tokën asnjëherë thot pa 4.000 evlia. 4.000 evlia. Njoni prej haditheve, ka hadithet shumë ta po pa 4.000 evlia. Llojet e evliave, pastaj llojet e evliave kategori ndryshme. Mas në hadithi tjetër thot që nuk mbet toka thot pa 300 evlia. Mas nëjna nuk mbetet bota asnjëherë pa 40 evlia, numri 40, që është vazhdimisht Abdallat e Shamit, që është e njohur në botën e tasavufit të 40-it. Prej tyne mas nëjna 40-ve 7 janë ma kryesorët, pe 7-ve pas ne 4 janë aktabët, pe aktabëve pas ne po, njëri prej tyne është Gavsi, e Kutbja i mbajtësi ose kryesori i tyne. Do të me ditë me lexu drejt gjitha këto lloj transmetime, do të me lexu drejt se është një vije holl, siç është e vija e holl mes panteizmit edhe vahdet i vujudit, do të me ditë me dallu sakt çka është një eulia edhe çka është një zot pagan. Një zot pagan. Njerëzit për përfitimet veta personale
kanë arrit me keq përdor titullin evlia për përfitime personale. Edhe dhe të konë gjallë, po edhe të e shfrytzu paraorsin e vetë. Zakonisht e shohim në për ka disa tyrbe që funksionojnë si dyqane moderne. Ose si shitore. Qysh funksionojnë? Për shkak se njerëzit pretendojnë se nëse shkojnë aty dhe kryejnë rituale, dëshira e tyre automatikisht plotësohet. Absolutisht nuk kam kundër me shku në tyrbe, përkundrazi është vepër shumë e mirë. Tyrbja është një varr i shënjuar. Është një varr i shënjuar. Varri i shënjuar një personit me vlerë. I devotshëm. Tyrbe kanë edhe personalitetet jo fetare. Normal. Është shumë normale kjo. Çka do të më pas parasysh kur të shkojmë ne te varri i një dashurit Allahut? Varri i një dashurit Allahut do të më pas parasysh se Zoti thot, ata thot që vritën në rrugën e Allahut janë të gjallë. Nuk janë të vdekur, po ju nuk e kuptoni gjallërinë e tyre. Dikush tash duhet me thonë që kjo ajet është për shahedët. Çka është shahed? Shahed është ai dëshmori. Një evlia i Zotit është dëshmitari i Allahut. E dëshmon Allahun në luftën me egon e tij. Lufta e madhe. Aftësi edhe bukuri nuk është me vdek në rrugën e Allahut. Me jetu në rrugën e Allahut. Më e rëndë se me vdek. Është më e rëndë se sa me vdek në rrugën e Allahut, sepse në shahid llok e merr një plom, ose një goditje të shpatës edhe përfundon jeta jote. Shumë mirë. Pa diskutojmë që është vlerë e lartë. Me jetu me Allahun, ti çdo ditë kemi marr pluma dhe kemi qenë gjallë. Çdo ditë kemi marr goditje të shpatës, kemi qenë gjallë. Për shkak se jemi luftë me egon tonë, me peripecitë e jetës, me kërkesat e brendshme, me luftën që e bën shejtani, e bën veset e liga etj. Kjo është aftësia më e madhe, edhe ky është pra një evlia. A kanë të isha evliat? Simbolin uniform. Për mi njoft më mirë. Jo. Si me njoft një evlia? Jo. Tamam puna me nëse tesha të bojnë evlia, Giorgio Armanio ishkon i pari evliave. Me pa një njerë edhe me thot, kjo është evlia. Si me diktu, si me dalu? Nëse dëshirojmë me identifiku një evlia nëpërmjet tipareve fizike, tash do të me kuptu që evliat janë të bukur e para. Nuk ka evliat shumëtum. Kjo është e para, evliat janë të bukur. Për shkak se e brendshmja atyre e bukur, po shfaqet në bukurinë e jashtme, tash kur po thamë në bukur nuk po tham standardin e bukurisë të botoksit. Po tham standardin e bukurisë njerëzore që na jemi tu e hub dita ditës. Po kupton? Jemi tu e hub për shkak se ket një sharrje të bën njerëzit. Ata janë të bukur fizikisht. Domethënë bukuria e tyre dallohet për shkak se krijojnë rrezaton nuri i Zotit në fytyrat e tyre. Krijojnë qetësi, oksigjeni i tyre. Ata ku morrin frym, krijohet qetësi në atë. Fjala e tyre ta përmend Zotin. Ndaja me ta humb sensin e kohës. Kjo është shumë e rëndësishme. Humb sensi i kohës. Domethënë, nëse rrim në evlia të Zotit, ti nuk ke menu kam u çu herët, kam u çu vonë. E harron çka ke me bë. Domethënë del pi dimensionit kohë. Masnejna, shikimi i tyne është shumë goditës. Shumë goditës shikimi i tyne është. Aurën e tyne nuk mundet me përballuar të posh. Për shkak se ata me shikimin e tyne mundën me ndiku direkt në zemrën e njerëzit. Aftësia e tyne është që pa e përdor fare gjuhën të folurin, ndikojnë te njeriu me shikimin e tyre. Kjo është e mundur për shkak se pejgamberi alayhis salam thotë thirrni njerëzit në islam pa e përdorur gjuhën. Domethënë me sjelljet e tua, me veprat e tua. Qetësia e tyne në kuptimin jo qetësi pe pamundësisë. Po qetësi pe mbretërisë. Ka përfundu krejt punë. Dallon qetësia e mbretit edhe qetësia e atij që nuk po ka mundësi. Se atij që nuk po ka mundësi është dorëzim. A qetësia e mbretit është modesti. Edhe ajo është ma lavdumja. Masnej, sjellja e tyne
është aq modeste edhe qaq mbreslënse, sa që ty të bën më unikeq. Se sillet shumë më mirë se sa e meriton ndaj teje. Edhe ti automatikisht kompleksohesh se unë nuk e meritoj këtë lloj sjellje që po e bën ky ndaj meje. Kjo është disa prej veçorive të evlijave të Zotit. Pa u përfshirë në pjesën që duat e ty në pranohen, ato janë çështje që ato mrekullit. Ta shtrohet pyetja, evlijat a kanë kategori? Kategorizimet i di Zoti mas mirë, edhe ata i din ndërmjet veti, po siç ka thonë Safer Efendia, thot evlijat janë 3 lloje. Thot lloji i parë janë ata evlijat që Zoti i ka bo evlija, ata janë të njoftuar që janë evlija edhe populli njeh për evlija. Këta do të thonë emrat e mëdhenj që na i njohim. Lloji i dytë janë ata që Zoti i ka bo evlija, populli i pranon për evlija, po këta pe modestis nuk e pranojnë. Jo, nuk jam evlija, unë jam i rëndom si jo, më shefët, nuk jam si kur jo. Edhe lloji i tretë është që Zoti e di, njeriu e di, populli nuk e di. A i ka një intimitet me Allahun. Mas ne Safer Efendia me shaka e thot, po e shtoj edhe grupin e 4, thot janë ata që populli e din që ky është evlija, ky vetë e ka shpoll vetën evlija, a Zoti hala se din që ky është evlija. Është evlija i vetë shpollur. Evlija i vetë shpollur se është goxha fitim prurse kjo. Evlija Allah, nëse e kthejmë në zanat, është goxha fitim prurse se njerëzit kanë me tapu dhorën, njerëzit kanë mashtrohen letë, kanë më të qumë me një nivel pak më të lartë, do me thonë nuk jemi njëri rëndomt, edhe kalon me një farloj perandori legjitim islam. Perandori legjitim islam, për fatkeq kjo është shumë e rrezikshme, zakonisht shohim në për India dhe Pakistan, njerëzit i shohin videot se qysh ata muridët shkojnë edhe japuthin dorën atij evlijas dhe shpollur, po të njëjtën ku gjatë puthjes dorës, që s'ka të keqe, edhe një kartmonedh parash, ja mushin xhepin, edhe është ritual. Kjo ka kaluar në ritual që e humbë vlerën e burrave të Zotit në tokë. E humbë vlerën e burrave të Zotit në tokë, se burrat e Zotit në tokë nuk janë veç çajopamje. Nuk ka veç ka shifët në internet. Jo, nuk është veç ka shihet në internet. Burrat e Zotit kanë për qëllim me ishnosh zemrat. Rijalullah. Janë krah i të varfërve. Janë shoqërues të vetmumve. Çdo kush është i vetmum nëse takohet me një evlija, automatikisht është bo me prind, automatikisht është bo me familje, automatikisht jeta e tij merr kuptim. Evlijat e Zotit janë pasqyra e Zotit në tokë. Kur dikush e takon një evlijat të Zotit, ka me e pa veten e tij, ka me njoft mirën edhe të keqen e vet, edhe ka me pas shumë let akses në veten e vet për me ndryshu. Nuk është evlijaja i Zotit vish dikush që ulet me një postaj, edhe zgo dorën puth ma një dorën edhe në rregull kjo. Nuk është ashtu, edhe pse s'jam kundër me puth dorën, se me puth dorën është respekt edhe modesti e dashni, është edhe komën puthja edhe kryt puthja. Është keq në rregull. Nuk ka veç çajo. Nuk është veç ajo, do të thonë që një vizit ose për shembull, tash se pibje me përmend emra, që janë disa me numër të madh të ndjekësve që dalin prej balkonit me trëndafila dhe i përshëndesin, edhe nuk ka kontakt kërkush më me ta. Ai bëhet një krijesë e paprekshme. Bëhet një krijesë e paprekshme. Sot njeriu ka nevojë për njeriu. Sot njeriu ka nevojë me nejt me njeriu. Na po e diskutojmë inteligjencën artificiale. Në mungesë të mohabetit fizik mes njerëzve, njeriu detyrohet me fol me ChatGPT-n, me urrëfy me ChatGPT-n, edhe lutjet me botë ChatGPT-ja, me postu lutjet në rrjetet sociale, edhe mos me pas lidhje me Allahun për shkak kësaj na shka ashtu ndodh. Në shumë po të pyes ty, çysh e percepton ti evlijan sipas teje? Kush i përngjason pejgamberit alayhis salam mas shumës? Ehli bejtit, sahabëve, ato janë njerëz për krym, patjetër, pejgamberi është i pagabushëm. Sa më shumë ju përngjason, aty në është evlijaj. Tash në haje, në pije, në veshje, në folme,
në adhurime, në biznes, në martesë, në shtëpi, sa më shumë ju përngjason pejgamberëve dhe evlijave të kalum, ajo është evlija sot. Kur e merr të kalumën, si janë konë evlijat, Hazreti Alija, për shembull, radiallahu anhu, Shahi vilayat. po, Mbreti e evlijave, thot, një ditë tu kalum në Xhef, tu kalum në rrugë i shef do fëmi tu lujt nërmes vetja dhe e shef një djalë të vogël tu kajt. Thot, pse tu kajt? Thot, po më kanë përzon pilojës. Pse? Jam jetim. Hazreti Alija thot, kallëzoju krejt banorëve të Nexhefit, unë jam baba i jetimave. Kjo është evlijaja. Kjo është misioni i evlijës, po kjo se misioni. Me lëgjel khajf o miskin, Mbrojtësi i krejtëve. mbrojtësi tyne. Fiks na sot kemi mungesë një kësi lloj paraqitje, apo kupton? Na sot kemi proklamim në rrjetet sociale. Reklama kemi. Edhe fatkeqësisht që jemi tu munu fejen, para mendoj që është çani pashtershëm. Jemi tu munu me kufizu nëpërmjet një rrjetit social, edhe jemi tu munu me spjegu nëpërmjet një rrjetit social. Nuk jemi tu e heq praktikën totale. Interneti mundet mu përdor si shkëndi. I është interneti tash. Zoti ka qu pejgamber një njerë me kap përdore, edhe me ta mësu fejen, edhe dunjojnë edhe ahiretin me fili. Jo përmes internetit. Zoti ka mujt kretve Kuranin me ne instalu. Në tru edhe pa pas nevoj me dërgu pejgamber. Po e ka qu një njerë gjallë me kap. Nuk mësot as me libra, as me internet, as me kurgju. Po pin libra dhe prin internet mund është pak me kap një shkëndi edhe dush me gjetë personin me ta mësu. Nuk mësot pin libra. Tash për shembull, jo, qysh mundet një evlija aty me një të këshërën e më të bomët, se zakonisht në përbetet e sufive, një të këshërën e ma boni, më shknit mi do, që gjendja më ndru, u realizova, më boni insan, e fjallë tila ne rastisim shpesh, qysh ka mundësi kjo shirk, mirk, anej, kënej. Po të njëjtit persona e në që thojnë, syni i keq, mundet me bo njeri unë me vdek. Po, e pse syni i mirë nuk mundet me nxall njeri. Me nxall njeri, për shembull. Po. Tash syni i mirë, nuk kam çore pa e përmend ngjarjen e Aziz Mahmud Ydais, kur shkon njani edhe i thot Aziz Mahmud Ydais, sa ka qenë kadi gjykac, thot, unë e thot jam kon haqë. Thot, që shekon thotin haqë. Haqjit halo nuk janë këthy prej qopës, ku ka shkove ti. Unë në haqë jam konë, thot, kur të vinë haqjit prej haqjit, pyetve, do të kallëzojnë që jam konë. Kthejnë haqjit për haqjit, kjo dhe i thirë, thot, a keni po, thot filanin, thot po. S'ka mundësi qështu, më dhe kena po, thot, kena bo ta vaf me ta, safa merve, ne i këni. E thirë ato, thot, që shka mundësi, thot, me ndodhë kjo, thot, se është abnormale, që ka pëmnin vesht e me, thot, e pa mundur. Thot, shkova të Sheuftadja, edhe pota shumë qef me shkun haq, po nuk pota mundësi. Dëshira e me jetës me shkun haq. Thash aman, bëma të mundur dyqysh. Me det, ndihmom të shkojnë haq. Uftadja Hazret Leri më tha, më shili sytë. Edhe kur i më shila sytë, thot unë kesh në haq e kryta haq. Se zakonisht, këta e kallëzoj një pravë. Shehi që o konë haqja, ne i këneje, le ta morin vesh, shukon këtë. Thot unë i më shila sytë dhe e isha në përci. Thot jamër, thot Aziz Mahmud Ydais, që katë sa i në shëriat, s'ka shansa, thot kjo me ndohë. Thot më falë, thot, shejtani, thot, a mundet njëtën ko me qenë disa vende? Thot, po mundet, thot. Qysh ka mundësi, thot, po Allahu ja ka mundësu, thot. E Allah, për diri sa armikut vet, ja ka mundësu me qenë në se cilin vend. Pse s'po beson ti që një mikut vet, një dashurit vet, nuk ja mundëson?
Edhe kjo është shkëndija e parë Aziz Mahmud Ydain, që dashurohet te yftade, edhe masnej shkon edhe e kryen rrugtimin e tij shpirtëror, edhe bëhet kush bëhet Aziz Mahmud Ydaia. Kjo është pra rruga që duhet me një, kjo rrugë duhet me sakrifiku. Tash evliat e Allahut, evlia me zër s'mundesh me Allah. Nuk mundesh me Allah, se nuk është ideja me fitu titullin evlia. Që thot ja ka tesha, s'ka tesha, një ka vesh teshat e evlias. Nuk ka vend, nuk ka titull, ka vend, çdo kund, çdo profesion. Çdo profesion është. Don, ideja është me dashuru Allahun. Kush e dashuron Allahun, Allahu dashurohet në ta. Edhe kjo është një lloj xhezbe. Tash Zoti e tërheq dikan. Zoti ka ndonë e tërheq afër vetes tina. Së është ajeti kuranor, thot Allahu krijon çka don, edhe zgjedh çka don. Tash kjo lloj tërheqje, Zoti ja u ban disa robërve tokës që nuk ka ndaj far kriteri. Nuk ka ndaj far kriteri. S'ka matematik. Nuk ka matematik se çysh bosh i dashur i Allahut. Për shembull, Lukmani alayhis salam, pejgamber, pe këshillave që ja jap djalit i tij, thot o djali jam, thot, mos i nënçmo thot njerëzit. Thot se Zoti thot qysh e kam shef thot diamantin në përgurë të zakonshëm, çashtu thot i kam shef evliat në mesin e njerëzve. Thot e çfarë fatit i ki, mund është thot çato që nënçmon me qenë evliat. E Allah thot njeriu thot veç në dy situata thot më shpall luftë mua, është luftë me mua. Ai thot që e nguc një evliat emin, edhe ai që merret me kamatën. Këto janë dy situatat ku njeriu hyn në luftë direkt me Allahun. Direkt luftë me Allahun. Prandaj shumë do të pas kujdes njerëzit në këtë pikë. Siç ka thonë Said Ahmed Rifaia, thot nëse dikush thot jam evlia, thot ti puthja dorën. Se nëse është ti fiton, nëse s'është s'ke hub kur gjë. Ti nuk e ki, do me thonë, nuk e ki mënyrën edhe metodën qysh me dëshifrua është evlias, nuk është evlia. Se sidomos është gabimi më i madh me tentu me i testu evliat e Zotit. Kush teston, testohet. Kush teston, testohet, do me thonë. Me shkum ju bo teste, se testet janë shumë tulta. Njerëzit testet i kanë materiale, hajtë bane qëto. Testi, ndaj evliave, është tipik jahudillëk. Këto e kanë bo jahudit me Hazreti Musën. E hajtë banaj qëto, Zotë ju ka përgjigj vazhdimisht, po ata për shkak këtyne përgjigjeve, qonë e bon kryelartë ndaj Zotit, edhe janë mohusit matmajt Zotit. Do me thonë du të pas kujdes në këtë aspekt. A du të me qenë në kërkim të evliave të Allahut, pa tjetër që po. O Zot ma dërgon një shajnë për një robi të ndashur, që unë ta gjej vetën. Se kjo është edhe sfida, me gjetë një dashur Zotit, me gjetë një murshed që ti me arrit, me ule e gonë tonë para tina, për shkak se kjo është sfida që nisë edhe historia njerëzore, na kemi përmen fillim, kur Zoti me lekt ju thot me iron sejdë Ademit. Ju thot binum sejdë mu, po bini sejdë Ademit, në kuptimin që njeriu shumë let thot po ka Zot. Edhe Zotin e vendos për mi shtatqej. Zotin e pranon let. Evliat edhe pejgambert o shumë zor me pranu për shkak se janë të llojit të vet. Ta përmeni më një ngjarje se do të thonë këshilla është për ato që e merr, sekreti i këshillës është për ato që e merr këshillën, jo ai që jep këshillën. Pejgamberi alayhis salam çohet një ditë e shkon te Abu Jehli. Edhe thot, o Ebul Hakem, hajde thot pranoj e Islamin, unë jam i dërguar i Allah, thot jemi rrit bashkë, kështu i fol. Thot jam. Se pranoj, thot sot qështu. Edhe pejgamberi se më këthejet. Aty ka qëllu Mugire ibn Shube. Edhe i ka qenë pabesimtar në atë kohë. Thot, pse thot, s'pe pranove, pse se pranove, thot, apo sa miru sëll me ty. Qashtu thot është? Pejgamber është? S'ko diskutim që kjo është i dërguar i Allahut. Pse se pranove? Thot, se na thot fisi jonë, gjdo herë thot kina bo hizmet. Në qabe kina bo hizmet, i kina prit njerëzit, trektarët, anek, ne ina kontë partë. Thot, pse pejgamberi mas me dojnë për fisi tonë? Edhe Mugire ibn Shube thot Allah.
s'kum po Çfarë mendjemadhësie. s'kum po kësi mendjemadhësie, s'kum po kësi budallë me një farë formë edhe çohet shkon te pejgamberi alayhis salam edhe pranon. edhe pranon islamin. Domethënë, sekreti është i atij që e merr këshillën. Tash këtu kemi dy gjona. Sekreti është ai që e merr këshillën, jo ai që e jep këshillën, edhe kemi gjon tjetër që është shumë e rëndësishme, njerëzit e vlion shumë let e mohojnë tu me këtë idenë e Abu Jahlit. Pse s'jam unë? Po. Ai u bo. Më kallzoi. Po e di unë çka ka bo ai përpara. Po e di çka ka bëj përpara. Po kështu historitë e vlijave krejt janë konë gjinoçar. Pak prej tyre ka që janë konë kështu prej djepit. Nëse pëndot i fshihen krejta, për atë bëhet ma let ai. Pra bëhet ma let, ashtë kemi rastin e Malik bin Dinarit, Ibrahim ibn Adhemi, plot në për historinë islame kemi që gjendja atyne ka qenë jo e lavdume në kuptimin e mëkateve, Mas një kohë. ose Bishr el-Khafi. Ajo është shumë e madhe që shku ka në gjendja atije, mos tim shumë në detaje. Po e mohua dhe vlijat, pin djep, çka janë e vlijat. Edhe vlijat prej ndjep që janë, edhe ato duke pas parasysh, ata janë prej ndjep, janë zgjedhur edhe kanë mision madhështor mbi tokë. Ka edhe ashtu. Zoti do kanë një lloj. Zoti thot për hatër tyne, thot unë lëshoj shi, për hatër tyne lëshoj bereqet, thot ata jënë me një farforme për me thonë kështu ma të kapshme, si kur shtëpia që e ka tokzimin, për mos me kallë rryma një shtëpi, tokzimi në vendit janë e vlijat e Zotit. E mbrojnë Një vend prej fatkesive edhe prej belave. Për që ta, na du të me pos parasysh që mos me u bo e ulia u shejtan, as e ulia u tagut. As me prit mbrojtje pej tagutit, pej pushtetarve, as me prit mbrojtje pej shejtanit, po pej dashurve të Zotit që me himetin e tyne, me frymën e tyne, me lutjet e tyne, me prezencën e tyne, jetan tokë bëhet shumë e bukur. E vlijat kanë thonë, kush na do neve është prej neve. Ti jafton mi dash, ti je si ato. Ti je me ato që e don, faktikisht ti je me ato që e don. Këti sezonit ton të muhabetit, po i vjen fundi për këtë vetë, për shkak se na jemi tu funksionu me këtë kalendar. Edhe nuk mundemi me mohu, se do të me shky pasoshin mas nej. Na jemi me këtë kalendar tu funksionu. Inshallah, kemi fol ato çka duhet, edhe për ato çka nuk e kemi qëllu, Zoti na falt, llogari japim veç Zotit. Nuk japim llogari askujt. Kjo një pikë prej oqeanit. Po, kjo është një pikë prej grimës për shkretinës. Fiks është, do më thonë, nuk është gjithçka. Është një sinjalistik. Është një shenjë, sikur emni një rrugës. Mas nejna rruga ka gjithçka atë. Kjo është emni i udhës tonë, shka kemi folë në deri sot. Lu Zotin që ka me pas ndikim të ata që e meritojnë edhe që duhet, edhe fatmirësisht që kemi marrë mesazhe shumë të mira, ka pas ndikim impakt mirë të disa zemra të mira që janë të panjohura. Kjo për mu ka pas shumë rëndësi. Nuk po lodhemi fort, a i bojnë përshtypja ati ose këti bashkësisë asoj ose bashkësisë kësoj. Se kena bo për një. Jo, nuk kemi bo për bashkësi, ne nuk kemi pjesën e bashkësie, bashkësia jo nështë Muhamedi a.s. Bashkësia e Zotit është ehli bejti, janë evlijat, njerëzit me zemrat sinqerta, edhe me gjutë sinqerta, besoj që jemi aty, Zotin e mundsof me vazhdu edhe me bo halama fuqishëm edhe halama mirë. Inshallah.